Mirë se vini në këtë puntat të podcastit Shëndet me Almën. Sot do t'i japim përgjigje shumë pyetjeve që i kam edhe unë si nën e shpesh nuk di se si të veproj me dy fëmijët e mi, por edhe shumë prindër me fëmijët e tyre. Përse po na sëmuren kaq shpesh fëmijët? Ne nuk sëmureshim kaq shumë kur ishim të vegjël. A ka ndryshuar sëmundshmëria? Çfarë po ndodh me të vegjëlit tan? A duhet t'u japim vitamina fëmijëve tan për të përballuar dimrin në mënyrë që të kenë një imunitet të fortë? Nëse po, si? Kur nisin ato? Cilat vitamina duhet t'i japim? Për këto e të tjera pyetje, do të marrim përgjigje nga mjekja pediatre doktoresha Artenita Bitri, e cila viziton çdo ditë fëmijë të sëmurë dhe është në kontakt të vazhdueshëm me prindër të tyre. Doktoresha, mirë se erdhët në podcastin Shëndet me Almën. Mirë se të gjej, Alma. Të falenderoj për ftesën. Doktoresha, shumë viroza edhe Covid bashkë e ka konfirmuar dhe Instituti i Shëndetit Publik këtë, por duket sikur fëmijët tanë po sëmuren shpesh, pothuajse çdo 2 javë. Madje kjo është e dukshme edhe në mungesat e tyre në shkolla, e po kështu edhe të prindërve në punë sepse u duhet u qëndrojnë pranë. A është normale të sëmuren fëmijët çdo 2 javë, sa shkojnë në shkollë, rikthehen sërish me temperaturë? Alma, është e vërtet që ardhja e sezonit të vjeshtës përkon me rritjen e incidencës së virozave respiratore, sidomos virozat respiratore të sipërme. Po, dhe sipas evidencës së Institutit Shëndetit Publik, janë disa viroza të cilat bashkë qarkullojnë me njëra tjetrën. Lluhatjet e saj të temperaturave bën që të risjelli viruset në aktivitet. Për më tepër që në vjesht është fillimi i vitit shkollor dhe fillimi i një jete kolektive për fëmijët, dhe duke pasur ata një kontakt kaq të shpesht me njëri tjetrin, duke qëndruar në ambiente të mbyllura, favorizohet transmetimi i viruseve. Këtë gjë e thot dhe statistikat e shëndetit publik, të cilat tregojnë që këto viroza është rritur jashtëzakonisht incidenca e tyre. Çfarë shenjash kanë, doktoresha, kur vinë fëmijët tek ju? Çfarë paraqesin? Shiko, shenjat janë tipike, klasike të virozave respiratore të sipërme. Janë fillimi me një dhimbje të lehtë koke, me temperaturë, me rrjedhje hundësh, me koll, me dhimbje fyti, me një dobësi të përgjithshme. Kur viroza është severe ose le të themi agresive, mbi vendosen të vjellat dhe diareja. Doktoresha, në fakt çfarë po ndodh? Ne nuk sëmureshim kaq shpesh. Sa herë mund të kaloj viroza një fëmijë gjatë një viti? A është normale kjo? Fëmijët gjatë një viti mund kalojnë 6, 8, madje 10 herë të smuren për gjatë sezonit të dimrit. Është normale që fëmijët të smuren kaq shpesh, por ka një gjë e cila duhet vlerësuar dhe duhet të tërheqë vëmendjen e prindërve. Fëmijët në periudhën që kanë rekuperuar dhe janë aktiv, janë mirë me shëndet, nuk ka problem në rast se ata preken çdo 2 javë. Nuk duhet harrojmë faktin që favorizohet përhapja e viruseve nga jeta kolektive që ata bëjnë dhe ambientet e mbyllura gjatë frekuentimit të shkollës, kopshtit dhe çerdheve. Po, doktoresha, në fakt edhe ne kemi qenë në shkollë, ndoshta nuk i kemi patur as kushtet e këtyre fëmijëve tanë sot. Ka një gjë që fëmijët e kohës sotme, unë do t'i quaja fëmijë të kohërave moderne, nuk janë ekspozuar me mikrobe ose viruse ose me papastërti të cilat do të kishin pasur mundësinë të jepnin atyre një imunitet natyral dhe pak nga pak. Neve fëmijët i kemi rritur me një lloj higjiene të tepërt. Dhe duke i mbajtur në ambiente kaq të pastra, sa gati sterile, ata në momentin kur janë në ambiente kolektive dhe të mbyllura, shfaqin menjëherë virozë ose sëmundje. Në fakt, doktoresha, dëgjohet edhe që thonë që s'ka gjë, le të sëmuret, se sa herë sëmuret fiton imunitet, rrit imunitetin e tij. Sikundër ka dhe prindër të tjerë që në momentin që fëmia sëmuret,
Pra bie në kontakt me një virus, e shkëpusin nga qerdhja dhe e çojnë më pas ose edhe në kopësht, e çojnë pastaj në pranverë, se ta ruajmë që mos na sëmuret. Jo, unë do isha e mendimit që fëmijët t'i frekuentonin qerdhet dhe kopshtet, por sigurisht në momentin që janë të smur do duheshin 3 deri në 5 ditë pushim, derisa ata të rekuperonin dhe të merrnin veten, me të marrë veten të rikthehen sërish në kopësht. Doktoresha, ka prindër që sa mbarojnë pushimet verore, fillojnë unisin vitamina fëmijëve për t'i përgatitur për dimrin, stinën e ftohtë të dimrit, në mënyrë që mos t'u sëmuren. A duhet t'u japim fëmijëve tanë vitamina? E vërteta është që fëmijët do të ishte mirë që vitaminat i merrnin nga ushqimet. Dhe një pjatë me zarzavate të zjera dhe një pjatë me fruta është shumë mirë që ata t'i merrnin këto vitamina prej këtyre, por duke pasur parasysh që fëmijët janë pak tekanjoz dhe i bëjnë naze, le të themi, ushqimeve, rekomandohet që në periudhën e vjesht dimrit të merren suplement, të merren vitamina. Në fakt, doktoresha, si u japim? Cilat janë vitaminat që duhet të marrë një fëmijë? Si u japim? Dhe kur është muaji që duhet të nisim t'u japim vitamina fëmijëve? Rekomandohet që me fillimin e vjeshtës fëmijët marrin vitamina, sidomos vitaminën D. Bëhet fjalë për fëmijët e vegjël në moshën 1 deri në 3 vjeç. E rekomandojnë jashtëzakonisht sepse vitamina D rrit imunitetin dhe gjë që e fuqizon fëmijën. Kështu që, por këto nuk duhen dhënë në mënyrë vetjake. Si duhet ta japim? Duhet patjetër të konsultohesh me mjekun, duhet bërë patjetër matja e vitaminave dhe duhet parë se sa është ky deficit i vitaminës dhe të llogaritet doza e vitaminës për peshën dhe moshën që ka fëmia. Ju thoni për vitaminën D, po a nuk e marrim vitaminën D gjatë pushimeve verore dhe të jemi të përgatitur për dimrin? Unë e thash pak më parë që neve rrisim fëmijë në këto kohëra moderne dhe neve i mbajmë shumë fëmijët në ambiente të mbyllura dhe në shtëpi. Dhe lojrat e tyre janë më tepër në këto kohëra të lidhura me televizorin dhe celularin. Dhe këta fëmijë nuk arrin të shpenzojnë aq kohë sa duhet në diell. Kështu që ato pak ditë vetëm në plazh nuk mjaftojnë hera herës për të sintetizuar trupi sasinë e nevojshme të vitaminës D. Kështu që prandaj janë suplementët të cilët e kompensojnë këtë deficit. Vitamina D duhet në mënyrë që ajo të përthithet më mirë, duhet shoqëruar me vitaminë tjetër? Jo, por ka edhe raste të tjera që po. Megjithatë, rekomandohet një gjë për vitaminën D, duhet jepet gjithmonë pas ushqimit dhe pas një vakti të pasur me yndyrna. Përveç vitaminës D, cilat janë ato vitamina që na rrisin imunitetin e fëmijës, pra në mënyrë që ne jemi të përgatitur që nuk do na sëmuret aq shpesh, sepse nuk e kemi atë luksin që të mungojmë në punë ku jemi. Është dhe vitamina C, e cila rrit jashtëzakonisht imunitetin, është antioksidant i fuqishëm, janë suplementet me hekur, por këto vitaminën C mund ta japim në ditët që fëmia është i smur me viroz dhe derisa rekuperon. Kurse suplementet me hekur duhet bërë patjetër një ekzaminim rutin, siç është gjaku komplet, duhet parë niveli i hemoglobinës, duhet parë niveli i hekurit dhe të shtohet sasia e hekurit në bazë të nevojave të fëmijës. Është dhe një suplement tjetër, siç është zinku, përdoret jashtëzakonisht shumë sepse është vënë re që përmirëson imunitetin dhe bën që fëmia të shërohet më shpejt dhe të rekuperojë më shpejt gjatë një viroze. Po vitaminat C dhe zinku që ju thatë, kush janë oraret që duhet marrim? Oraret më të mira janë ato të mëngjesit. Pas mëngjesit le të merret vitamina. Doktoresha, mos ndoshta duke u kujdesur ju e prekët pak, por mos ndoshta duke u kujdesur kaq shumë ne prindrit po i dëmtojmë fëmijët tanë? Shiko, kujtesi mendoj unë nuk është asnjëherë i tepërt. Megjithatë, atë që do t'jepja këshill është që
prindrit shqetësohen jashtëzakonisht shumë kur fëmia e tyre është i smur dhe kanë një ankth që ata të rekuperojnë shumë shpejt, por duhet kemi parasysh që një smundje ka nevojë për kohën e vet dhe për rekuperimin e vet. Ajo që duhet të transmetoj prindi është qetësia dhe besimi që kjo gjë do të kalojë, sepse një prind i cili transmeton ankth dhe shqetësim fëmijë është lehtësisht i lexueshëm nga fëmia e tij dhe edhe fëmia bën një ngarkesë emocionale dhe dihet që dhe emocionet ndikojnë mbi sistemin imunitar. Pra, emocionet që kam unë, ato djerës të ftohta kur fëmia bën temperaturë, ja kam përçuar fëmijës? Po, mendoj që po. Cili është ai gabim që bëjnë prindrit me fëmijët e tyre? Gabimi më i shpesh që bëjnë prindrit është fakti që fillojnë të mjekojnë fëmijën e tyre vetë pa u konsultuar me mjekun pediatër. Si e mjekojnë? E marrin këtë, e fillojnë një trajtim, sidomos atë me antibiotik, pas 3 ditëve temperaturë dhe jo vetëm që e fillojnë, por në momentin që fëmia pas 3-4 ditësh nga fillimi i antibiotikut përmirësohet, ata e lënë përgjysmë fillimin me antibiotik dhe ndodh që fëmia të përkeqësohet sërishmi, përkeqësimi brenda disa ditëve është gjithmonë më i keq dhe me simptomatik më të shprehur dhe zgjat jashtëzakonisht kohën e shërimit tek fëmia dhe e komplikon gjendjen e fëmijës. Kështu që ajo që do të thosha për prindrit është që të vendosin sa më shpejt kontaktin me mjekun pediatër, madje që kur fillon temperatura e parë, të vendoset ky kontakt jo vetëm për të parë nëse kjo është një smundje virale apo bakteriale, por edhe për vlerësuar gjendjen klinike të fëmijës dhe për të dhënë këshillat e duhura dhe për të bërë ndjekjen në dinamik të fëmijës dhe në rast se ka një përkeqësim të këtyre simptomave, një përkeqësim të klinikës së fëmijës, të bëhen ekzaminimet e duhura, siç është një gjak komplet dhe PCR, të shihen këto ekzaminime dhe në bazë të tyre të vendoset në rast se do të fillohet një antibiotikoterapi apo jo. Ju keni hasur raste kur mamaja është konsultuar me një mama tjetër që e ka në të njëjtën moshë fëmijën dhe i ka dhënë të njëjtin mjekim? Fëmijës? Po, ka raste. Ka raste dhe është për të ardhur keq që neve jemi gjatë gjithë kohës në punë dhe kërkojmë që të vendosim kontakt me prindrit dhe ka raste që refuzohemi sepse na konkuron teknologjia. Kush është ai gabim që e bëjnë më shpesh mamat me fëmijët e tyre? Mamat me fëmijët e tyre, gabimi më të shpesht e kanë fillimin e një antibiotiku pas 3 ditëve temperaturë që po kalon fëmia. Sidomos le të them një emër antibiotiku të thjeshtë si amoxicilina, të cilët mendojnë që është gjerësisht i përdorshëm dhe dihen dozat dhe kohëzgjatja e trajtimit dhe marrin përsipër ta fillojnë vetë. Ndodh shpeshherë dhe unë e përmendja pak më përpara që nënat bëjnë gabimin që e fillojnë vetë këtë antibiotik dhe në momentin që fëmia përmirësohet, ato e ndërpresin ato. Doja të theksoja që dhe një antibiotik të jetë i thjesht, i një klasës parë, siç është amoxicilina, jep antibiotikorezistencë, prish florën e zorëve, bën që zgjedhja e një alternative tjetër më pas për të mjekuar fëmijën do të haste vështirësi nga mjeku dhe do ta komplikonte situatën. Do të bëj dhe një pyetje, rikthehemi sërish tek vitaminat. Në fakt, i përzgjedhim ne vitaminat apo duhet i përzgjedhim mjekët? Nëse do pyesnim fëmijët, para pëlqejnë atë karamele në formë gjelatine? Po, në rast është mirë që mjekimi të jepet sipas asaj që fëmia përshtatet më lehtë dhe këto forma e karameleve në formë gjeli është e përshtatshme për fëmijën, por ajo do duhet të jepet në sipas
orarit të duhur dhe të duhet jepet sipas dozës së duhur, gjë që përcaktohet nga mjeku, duke marrë parasysh deficiencat që ka fëmia, peshën e fëmijës dhe moshën e tij. Keni pasur raste që nëna ju ka ardhur një informacion të bollshëm dhe ju pyet juve për fëmijën, e ka trajtuar fëmijën me ChatGPT? Po Alma, ka raste dhe do të thosha që në një lloj forme ChatGPT-ja kërkon ta sfidoj mjekun dhe prish në një lloj mënyre marrëdhënien e besimit që mund të kemi, që duhet të jetë gjatë momentit të vizitës së fëmijës, sepse prindi e shikon mjekun me dyshim dhe paralelizon ato që ka lexuar në teknologji me atë çka thot mjeku. Një paralelizëm i tillë sjell një marrëdhënie mosbesuese. Ka pas raste të cilët prindrit pasi kanë konsultuar ChatGPT-n, vinë dhe kërkojnë ekzaminime të cilat nuk janë të nevojshme dhe nuk janë të domosdoshme për fëmijën. Për shembull, kam pasur një nënë të re që kishte një fëmijë pa mbushur 1 muaj dhe kërkonte të bënte një grafi toraksi për fëmijën. Për duke vlerësuar fëmijën të zhveshur, duke dëgjuar respiracionin, duke parë në ekzaminimin fizik të tij, për mua në auskultacion nuk ishte asnjë gjë problematike për të bërë një grafi pulmoni, ndërkohë që nëna insistonte që të bënte këtë ekzaminim. Ka qenë një rast si ta them, pak i vështirë dhe momenti që ajo e kërkonte dhe mosbesimi që ajo kishte përse unë nuk ja jepja këtë ekzaminim. Pa të debat? Pak po. Por deri ku shkoi debati mes mjekut dhe një nëne të një foshnjë 1 muajshe? Ajo insistoi të merrte këtë ekzaminim, Alma, dhe unë e refuzova që ta jepja. Pastaj kjo gjë u pati një zgjidhje si të them, një zgjidhje të natyrshme konflikti. Thjesht e lam në qetësi të dyja njëra tjetrën dhe ky konflikt u shua. Doktoresha, një këshill për nënat e reja, pasi më kujtohet si sot e mbusha mende me djerës të ftohta kur kujtoj kur më bënin temperaturë 2 bebet e mia. Alma, dëgjoj, temperatura është një reagim normal i organizmit për të luftuar virusin ose agentin me të cilën po përballet. Dhe një temperaturë mbi 38 nuk mund ta sulmojmë me njëherë me ulësit e temperaturës me paracetamol dhe ibuprofen. Duhet lënë në një lloj forme në qetësi, duhet merren masa që fëmia të rehidrohet, është shumë i rëndësishëm rehidrimi, sepse ndihmon edhe vet ulësin e temperaturës për të ulur temperaturën e përgjithshme të fëmijës. Do doja të thoja që prindi duhet ta marrë pak me qetësi momentin e temperaturës së fëmijës, duke e parë atë si një luftëtar i cili asgjëson çdo gjë që po shkakton sëmundje. Ka një formulë si të menaxhojmë frikën dhe panikun e nënave të reja? Po, ka një formulë. Të vendosin kontaktin me mjekun pediatër, të qëndrojnë pranë fëmijës së tyre dhe për çdo lloj problematike që ato kanë, të jenë të këshilluara nga mjeku i tyre. Unë do të prek pak një temë aq të diskutueshme sa së fundmi është përfshirë dhe presidenti amerikan Trump. A bëm mirë ne që në Shqipëri refuzuam të vaksinonim fëmijët ndaj Covid? Të them të drejtën, Alma, nuk mund të jap një përgjigje në lidhje me këtë gjë, sepse nuk ka evidenca të sakta shkencore për faktin që neve nuk i vaksinuam fëmijët, sepse në vendet e botës u pranua të vaksinoheshin fëmijët dhe janë vaksinuar. Dhe nuk e di se cilat janë efektet anësore që ka sjell ajo vaksin tek fëmijët e vegjël në moshën 1-14 vjeç.
Me fillimin e shkollave, doktoresha, ne kemi një kalendar të detyrueshëm vaksinash dhe me fillimin e shkollave kanë hyrë edhe fëmijë të cilët nuk e kanë respektuar këtë kalendar. Madje është fakt tashmë që ka rënë vaksinimi i kalendarit të detyrueshëm. Mendoni se deklaratat e Trump do të rrisin radhët e prindërve që nuk i vaksinojnë fëmijët e tyre? Po, mund të ndodhi kështu. Mund të ndodhi kështu dhe është një presion i vazhdueshëm të cilët ne e kemi nga prindrit, të cilët insistojnë që të mos i bëjnë vaksinat e kalendarit të vaksinimit. Ata insistojnë në një mënyrë të pa logjikshme, të pa arsyeshme, sepse është parë që ndër vite që ky kalendar vaksinimi vetëm i ka shërbyer fëmijëve dhe ka shërbyer në një lloj forme që transmetueshmëria e disa sëmundjeve, siç është fruthi për shembull, të ishte minimale. Tani është vënë re që hera herës në disa zona të vendit ton ka shpërthime të epidemisë së fruthit. Kjo vjen nga fakti që është neglizhuar ky kalendar vaksinimi me pretekstin që vaksinat përmbajnë element të cilës shkaktojnë autizëm. Kur ju e dëgjuat si mjeke pediatre deklaratën e presidentit amerikan Trump, në fakt është Trumpi ai, u tronditët? Të them të drejtën, sigurisht që në momentin e parë ka një suggestionim dhe një lloj ndikimi dhe fillojnë ato mund të fillojnë ndonjë dyshim dhe i mirëkuptoj prindrit për këtë, sepse një deklaratë prej tij ka një lloj peshe mediatike. Sigurisht që do ndikonte në vendimarrjen e prindërve, por dua të them dhe të përsëris që nuk ka fakte shkencore që vaksinat që neve bëjmë sipas protokollit dhe kalendarit ton të jenë të lidhura me autizmin. Por në fakt doktoresha është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nuk ka folur kot. A vuri disi në pikpyetje leksionet tuaja? Jo, nuk mund të them. Do duheshin studime të mirëfillta që të hidheshin poshtë këto gjëra, këto bindje. Besoj te kalendari i vaksinimit. Besoj vërtet. Ju ja keni bërë fëmijës tuaj vaksinën anti-Covid? Të them të drejtën, jo. Keni pasur pikpyetje në ato kohë? Shiko, ajo ka qenë një kohë e vështirë për të marrë vendimin e drejtë. Nuk të them dot që ka marrë vendimin e drejtë apo të gabuar, por di të them me siguri që fëmijëve nuk e kanë bërë vaksinën e Covidit. Doktoresha, mbani mend një rast ku jeni ndjerë në vështirësi në fakt për shkak të debateve që ke patur me prindin. Nga njëra anë mirë kuptohet shqetësimi i prindit për fëmijën e vet, por nga ana tjetër ju kishit të drejtë. Po, ka qenë një rast, Alma. Ka qenë rasti kur fëmia ka ardhur në qendër shëndetësore, është vlerësuar dhe është vlerësuar, mund të veçoja njërin prej tyre, ku fëmia ditë më përpara është paraqitur në qendër shëndetësore, ka marrë vizitën, është përcaktuar mjekimi, ka qenë terapi orale me shurup dhe ka qenë antibiotik. Nëna, kur e risjell pas 5 ditëve fëmijën, unë mendova që do ishte një rast i cili do ishte zgjidhur. Ajo më referon që e kishte ndërprerë shurupin e antibiotikut. Fëmia ishte me temperaturë të lartë, me shenja të lehta dehidrimi dhe dëgjohesh në auskultacion që kishte rale krepitante tipike për bronkopneumoninë. U zgënjeva për momentin, kur nëna më referon që kishte ndërprer antibiotikun shurup, kështu që ishin të detyruar të rinisnim ekzaminimet dhe të fillonim terapi me injeksione. Pra, shkaktoi dëm tek fëmia e saj apo jo? Le të themi që solli një përkeqësim të situatës dhe e zgjati kohën e shërimit të fëmijës.
Jeni përballur ndonjëherë kur ju thonë se ju mjekët i mbushni ato recetat plot? Po, ka raste që janë të tilla. Ka raste, megjithatë, unë mundohem të jem minimaliste dhe të zgjedh ato që janë më të domosdoshmet për fëmijën. Vihet të re që ka një rritje të sëmundjeve autoimune tek fëmijët. Keni hasur raste të tilla? Po, dhe Çfarë po ndodh me sëmundjet autoimune? po, është e vërtet. Me ardhjen e Covidit ka pasur raste që fëmijët kanë shfaqur sëmundje autoimune, përgjithsisht kanë qenë sëmundje alergjike, të cilat janë vënë re tek moshat e vogla pasi kanë kaluar Covidin. E bëjnë mendoj që Covidi bën një alterim të sistemin imunitar, e bën atë më delikat dhe bën që fëmia të jetë më i predispozuar për shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme alergjike. Kemi dhe shumë raste të fëmijëve me diabet. E kanë në genetik, e kanë nga këto ushqimet që u japim ne tani, doktoresha, pse po rriten numri i fëmijëve që janë diabetik dhe obez në fakt? Në fakt, me ndryshimin e stilit jetesës dhe me këto kohëra moderne, me konsumimin e ushqimeve të tipit fast food dhe ushqimet pasura me yndyrna dhe sheqerna, po, të gjitha këto dhe jeta, duke shtuar jetën sedentare, të gjitha këto bëjnë që fëmijët të jenë mbi peshë dhe mbi pesha është një faktor risku kryesor për shfaqjen e diabetit. Në fakt, po si ti evitojmë? Besoj edhe ju jeni përballur me kërkesën e fëmijës për të bler patatina, për të bler nga ato karamelet në formë gelatina në rrugë, apo ushqime të tjera që nuk i quajmë të shëndetshme. Në fakt është pak e vështirë ky moment, sepse prindi bie në presionin e fëmijës dhe kërkon që t'ia plotësojë atij çdo dëshirë, por duhet pasur parasysh që teka dhe dëshirat të tilla mund t'i plotësosh vetëm një herë. Në rast se ato i kthen në stil jete, atëherë ato do të kthehen në një bumerang në një moment të dytë. Ndaj në këtë pikë i bëj thirrje prindërve që të jenë të kujdesshëm në lidhje me zgjedhjen e ushqimit të fëmijëve dhe të kenë synim që sa më shumë fruta dhe zarzavate dhe jo fast food dhe jo sheqernave. Nuk janë shumë tërheqëse për fëmijët frutat dhe zarzavatet. Si e menaxhoni ju me fëmijën tuaj? Të them të drejtën, dhe unë si gjithë prindrit e tjerë ja kam plotësuar këtë tek, por jam munduar që të mos ja bëj atij pjesë të një shpërblimi të aktiviteteve ditore. Dua të them që nuk dua dhe nuk kam dashur që t'ja kthej këto shpërblime të vogla në stil jetese. Jam munduar që të vendos një ekuilibër për ushqime të cilat janë të përgatitura në shtëpi. Doktoresha, faleminderit që ndat me ne këto informacione aq të nevojshme për mua si prind, po për gjithë prindrit e tjerë. Faleminderit të gjithë ju që ndoqët podcastin Shëndet me Almën në Top News. Për më tej, na ndiqni në rrjetet sociale. Faleminderit Alma.